Kryeministri Edi Rama njoftoi sot se asnjë deputet socialist nuk do të jetë në listë të sigurt. U kërkoi që të njoftojnë drejtuesin e qarkut nëse pranojnë apo jo. U dha afat vetëm 2 ditë. E njëjta gjë pritet që ndodhte edhe me gratë deputete socialiste. Tha se vetë edhe mund mos kandidoj fare. Cilido prej jush që nuk pranon që të jetë në listën e hapur, duhet ja bëj me dieni drejtuesit politik. Parimi themelor do të jetë asnjë deputet mashkull që ka marrë qoftë edhe një mandat nga APS nuk do të jetë në listën e mbyllur. Është e drejta e kujdo që të na e thotë nëse nuk dëshiron. Por duhet na e thotë përpara se të bëhet lista. Luftën duhet ta bëjnë ata që kanë marrë më shumë dhe kanë më shumë eksperiencë. Patjetër në listën e hapur do të ketë edhe plot të rinj dhe plot të reja. E dyta diskutimi ka qenë drejtuesit politik duhet të jenë në listë të hapur, por problemi që ka argumenti im është që kjo do të çorodiste gjithë procesin, pasi nuk do të lejonte asnjë barazi shansesh në garë dhe nuk do të garantonte asnjë lloj drejtimi të vërtet politik të ndeshjes garës, pasi drejtuesit politik do të ishin të fokusuar për të marrë vota për vete dhe do të krijonin pabarazi dhe do të çorientojë gjithë skuadra. E njëjta gjë vlen edhe në rastin tim. As e kam pasur dhe e kam idenë se unë do t'jem aty në parlament për sa kohë kam këtë detyrë, por do t'ishte një hyrje në hak ndaj të tjerëve të vendosej emrin dhe të çorientoheshin votat. Mendimin për veten time nuk e kam akoma, pasi mund të mos jem fare në listë për të mos i zënë vendin askujt. Për sa i përket deputeteve gra, po shkojmë drejt të njëjtit princip. Të gjitha ato që kanë qoftë edhe një mandat duhet jenë fush, thotë Rama.